Dashi. Sot do të shfrytëzoni maksimalisht ditën për të kaluar kohë të vlefshme me të afërmit dhe për të argëtuar pa fund. Nëse jeni në një marrëdhënie, partneri do të ju ftojë në mënyra interesante dhe në mbrëmje do të kaloni çaste të paharrueshme, ku një darkë e menduar me kujdes, muzikë të qetë dhe një emocion i fortë do të mbush zemrën. Ju beqarët do të mbështeteni nga miq, duke ju dhënë mundësinë të takoni personin e ëndrave. Sytë tuaj do të shkëlqejnë sapo ta shihni atë, ndërkohë që zemra juaj e di se është ai i duri. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga shefat dhe shumë shpejt do të merrni një pozicion të ri, ndërsa në planin financiar do të hidhni hapet në maturi pa hasur probleme. Demi. Edhe pse në mëngjes mund të mos jeni në humorin më të mirë, pas mesdite do të ndjeni një ndryshim të dukshëm që do t'ju sjellë kënaqësi të reja. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni një simbiozë fantastike me partnerin, duke u ndjerë të lidhur pa asnjë ndërprerje. Jetoni momentin dhe kënaquni pa u shqetësuar për të ardhmen. Për beqarët, edhe pse sot nuk do të ndjeni plotësisht të gatshëm për të filluar një romancë, do të keni mundësi të takoni dikë të veçantë. Në punë do të jeni shumë të ngarkuar, por kujdes me fjalët është thelbësor për të shmangur reagime të papërshtatshme. Në planin financiar, zgjidhjet e duhura do t'ju ndihmojnë të kapërceni çdo problem të mëparshëm. Binjakët. Në ndikimin e diellit, sot do të ndjeni të frymëzuar për të bërë gjëra të jashtëzakonshme dhe do të dëshironi të eksploroni çdo mundësi. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni momente intime me partnerin, ndërsa do të kërkoni që të gjitha dëshirat të plotësohen, duke u kthyer sa më shpejt me realitetin nëse diçka nuk shkon sipas planit. Për beqarët, hapja ndaj takimeve të reja do të sjellë energji pozitive, duke ju ofruar mundësinë të dilni nga vetmia. Në punë do të veproni me inteligjencë dhe do t'i dëgjoni me vëmendje kolegët, ndërsa buxheti do të menaxhohet me kujdes për të shmangur çdo problem financiar. Gaforja. Edhe pse Plutoni do t'ju shtyj her pas here të ndërmerrni rreziqe, sot do të delni mban fal këmbënguljes suaj të fortë. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni një ditë të qëndrueshme me bashkëpunim dhe komunikim të qartë që do të thellojë afërsinë me partnerin. Ju beqarët, duke u bazuar në këshillat e të afërmve dhe miqve, do të shmangni gabimet që mund të sjellin pasoje të rënda. Në punë do të refuzoni çdo kritikë të paraznuar, pasi keni punuar shumë për të arritur këtu, ndërsa në planin financiar, një shifër e vogël e të ardhurave nga një projekt i mbaruar me sukses do të sjellë një ndjesë të jashtëzakonshme. Luani. Gjatë kësaj dite do të vendosni disa qëllime, por do të hasni pengesa dhe sfida të vazhdueshme që do të testojnë durimin tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përballeni me situata të vështira, ku ndonjëherë do të ndjeni dëshirën të qëndroni vetëm, ndërsa beqarët do të gjejnë pretekste për të shmangur takimet që më vonë do t'i bëjnë të pendohen. Në punë do të përdorni të gjitha njohuritë tuaja për të arritur qëllimet, edhe pse kolegët ziliqar mund të sfidojnë besimin tuaj. Në planin financiar, menaxhimi i kujdesshëm i shpenzimeve do të sigurojë një ekuilibër të qëndrueshëm dhe mundësi për investime të reja. Virgjëresha. Gjatë gjithë ditës do të ndiheni të sigurt falë mbështetjes të pashtershme të Marsit dhe Jupiterit, duke sjellë një gjendje shpirtërore të shkëlqyer. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni momente të bukura dhe të veçanta, duke shfrytëzuar çdo sekondë me partnerin, ndërsa për beqarët, disa çmenduri të vogla mund të sjellin të papritur dashuri. Në punë do të shfaqni vullnet të hekur dhe çdo detaj i punës do të vlerësohet nga të gjithë, ndërsa në planin financiar, menaxhimi i ekuilibruar i shpenzimeve do të sigurojë një të ardhme të qëndrueshme. Teshorja. Gjatë kësaj dite do të flasim të gjithë për arritjet tuaja, duke ju bërë të ndiheni krenar dhe të vlerësuar. Në një marrëdhënie do të kaloni momente të mbrojtura me partnerin tuaj, ku ndjenjat do të flasin pa fjalë, duke krijuar një lidhje të thellë. Për beqarët do të filloni një histori dashurie që mund të ndryshojë jetën tuaj përgjithmonë, ndërsa në punë do të kaloni pa probleme çdo pengesë dhe do të shihni të ardhmen me optimizëm. Menaxhimi i financave do të jetë efektiv, duke ju lejuar të kapërceni çdo sfidë me arsyeshmëri. Akrepi. Sot, hëna do t'ju jap besim të ri në vetvete, ndërsa idetë e shkëlqyera do t'ju udhëheqin në marrjen e vendimeve të duhura. Nëse jeni në një marrëdhënie, diskutimet e hapura për pushimet ose planifikimet e përbashkëta do të sjellin harmoni dhe do t'ju ndihmojnë të shprehni çdo mendim me qartësi. Për beqarët, edhe pse do të ndjeni të privilegjuar, është e rëndësishme të lini çdo gjë në momentin e duhur dhe të zgjeroni rrjetin tuaj social. Në punë do të veproni me autoritet dhe korrektësi, duke arritur suksese të mëdha, ndërsa menaxhimi i shpenzimeve do të sigurojë që asnjë problem financiar të mos shfaqet. Shigjetari.
Dielli sot do t'ju bëjë të ndjeshëm dhe të përkujdesur, duke ju udhëhequr që të merrni vendime të menduara mirë para se të hidhni çdo hap. Nëse jeni në një marrëdhënie, është e rëndësishme të diskutoni hapur me partnerin për çështjet e paqartësisë, për të shmangur keqkuptime dhe probleme të ardhshme. Për beqarët do të bëheni më të matur në zgjedhjet personale dhe do të shmangni gabimet e së kaluarës. Në punë, ambienti i qetë do t'ju lejojë të realizoni projekte me sukses, ndërsa çdo ofertë do të merrni me shumë mendim para se ta pranoni. Financat, megjithse mund të kenë pak tronditje, do të kontrollohen me masat e duhura. Britsjapi. Sot do të ndjeni në humor të shkëlqyer dhe do të shprehni idetë tuaja me lirësi, pa u shqetësuar nga mendimet e të tjerëve. Ndikimi i diellit në sektorin e dashurisë do të sjellë momente sensuale, ndërsa në marrëdhënie do të kaloni kohë të paharrueshme me partnerin, duke ndjerë një bashkëpunim të fortë dhe ngrohtësi të thellë. Për beqarët, nëse ndiheni të pasigurt për hapat e ndryshimit të statusit, kujdesi është thelbësor për të shmangur mbetjet e të njëjtës gjendje. Në punë, konkurenca do të jetë e fortë, por me argumente të forta do të arrini të fitoni, ndërsa buxheti do të mbani nën kontroll në mënyrë efektive. Ujori. Sot dita do të jetë normale dhe pa probleme, duke ju lejuar të merrni gjërat ashtu si vijnë, pa presion të tepruar. Në një marrëdhënie do të kaloni momente të lumtura me partnerin tuaj, duke ndjerë se çdo çast është një bekim, ndërsa për beqarët do të ketë vetëm mundësi për takime të thjeshta, duke pritur për dashuri të mëdha në të ardhmen. Në punë do të përballeni me sfida të vështira, por me përpjekje do t'i kapërceni me sukses, duke ndikuar pozitivisht në të ardhmen tuaj. Financat do të përjetojnë përmirësime të konsiderueshme, sidomos nëse do të keni fat në lojra me shuma të konsiderueshme. Peshi. Sot nuk është koha për të fiksuar në synime të parritshme, treguni realist dhe përshtatuni me situatën aktuale. Nëse jeni në një marrëdhënie, mos përpiquni me forcë ta mbash partnerin pranë, por kërkoni mënyra të reja për ta tërhequr atë, duke u kujdesur për fjalët dhe veprimet. Për beqarët, mos lejoni që rastet të kalojnë pa veprim, pasi një moment i humbur mund të sjellë pendim pa mundësi kthimi. Në punë do të përballeni me sfida që kërkojnë zgjidhje të mençura, prandaj zgjidhni me kujdes metodat më të mira. Në planin financiar, tregoni të kujdesshëm dhe shmangni mbledhje të shtrenjta vetëm për të kënaqur veten.